E vërteta që nuk thuhet për farat chia. Farat chia kanë fituar popularitet të madh vitet e fundit si një superushqim mrekulliberës, por shumë prej tyre që tregohen në reklama nuk përfaqësojnë të gjithë të vërtetën. Njerëzit i përdorin ato për humbje peshe, energji të shtuar, për mirësim të tretjes dhe për shëndetin e zemrës, por realiteti është më kompleks. Në këtë artikull do të zbulojmë të gjitha informacionet që zakonisht nuk diskutohen, duke filluar nga origjina, përbërja, përfitimet dhe kufizimet e tyre. Origjina dhe historia e farave chia. Farat chia vijnë nga bima Salvia hispanica, një antar i familjes së menteve, e cila rritet kryesisht në Meksik dhe Guatemal. Emri chia rrjedh nga fjala chian, që do të thotë forcë në gjuhën e lashtë të aztekëve. Historikisht, chia ishte një ushqim bazë për aztekët dhe majat, të cilët e përdornin për energji dhe qëndrueshmëri gjatë betejave dhe udhëtimeve të gjata. Një lugë gjellë farash, chia mund të ofronte energji për orë të tëra, gjë që sot shpjegohet nga përmbajtja e tyre e lartë e fibrave dhe yndyrnave të shëndetshme. Në shekullin e 21, chia u kthye në një superushqim trendi, kryesisht fal reklamave që e paraqisnin si një mrekulli për humbjen e peshës, për mirësimin e tretjes dhe shëndetin e zemrës. Por shumë nga këto pretendime nuk janë të plota ose janë interpretuar gabim nga disa studime. Përbërja nutricionale e farave chia. Një nga arsyet kryesore pse chia konsiderohen superushqim është përbërja e tyre ushqimore. Ja disa elemente kyçe. Fibrat. Farat chia janë të pasura me fibra të tretshme, rreth 34 gram për 100 gram far. Fibrat ndihmojnë tretjen, stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak dhe mund të ndihmojnë në humbje peshe për shkak të ndjenjes së ngopjes. Yndyrnat omega-3 përmbajnë acid alfa-linolenik L, një lloj omega-3 që është i dobishëm për zemrën dhe sistemin nervor. Megjithatë, trupi nuk e shndërron alan në P dhe DH, format aktive të omega-3, shumë efikas, kështu që efektet mund të jenë më të kufizuara se sa nga peshku i yndyrshëm. Proteinën. Farat chia përmbajnë rreth 17 protein nga pesha, duke përfshirë të gjitha aminoacidet bazë, gjë që i bën një burim të mirë të proteinës për dietat vegetariane. Vitaminat dhe mineralet janë burim i mirë i kalciumit, hekurit, magnezit dhe fosforit, që ndihmojnë kockat dhe sistemin imunitar. Megjithatë, me gjithë këto vlera, është e rëndësishme të kuptohet se chia nuk është një ushqim gjithëpërfshirës që mund të zëvendësojë një dietë e ekuilibruar. Ato janë një shtesë, jo një kur magjike. Përfitimet e shëndetit të farave chia. 1. Përmirësimi i tretjes. Fibrat e larta ndihmojnë në rregullimin e sistemit tretës dhe mund të parandalojnë kapsullëkun. Kur futen në lëngje, farat krijojnë një gjel të trashë që ndihmon tretjen dhe rrit ndjesinë e ngopjes. 2. Shëndeti i zemrës. Për shkak të omega-3 dhe fibrave, studimet tregojnë se konsumimi i rregullt i farave chia mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit dhe presionit të gjakut. Megjithatë, efektet janë të moderuara dhe nuk duhet të zëvendësojnë medikamentet për sëmundjet kardiovaskulare. 3. Kontrolli i peshës. Gjeli që krijohet kur farat absorbojnë lëng mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe të ndihmojë në uljen e oreksit. Por për humbje të dukshme peshe, është e nevojshme një kombinim i dietës dhe aktivitetit fizik. Chia vetë nuk është një pilulë magjike. Të vërtetat që nuk thuhet. Këtu fillon pjesa më e rëndësishme. Shumë prej marketingut për chia nuk tregon kufizimet dhe efektet e mundshme negative. Efektet anësore të tepërta. Konsumimi i tepërt mund të shkaktojë fryrje, gazra dhe kapsullëk. Farat duhet të treten me lëng për të shmangur bllokimin në traktin tretës. Efektet në presionin e gjakut. Për njerëzit që marrin medikamente për presion të ulët, chia mund të intensifikojë efektin e tyre dhe të shkaktojë presion shumë të ulët. Omega-3 nuk është gjithmonë e mjaftueshme. Siç u përmend, lënga chia nuk shndërrohet shumë lehtë në format aktive të omega-3. Për ata që kërkojnë përfitime maksimale, burime të tjera si salmoni ose suplementet e PVDH janë më efektiv. Mit për energjinë të menjëhershme. Megjithse farat ofrojnë energji të qëndrueshme përmes fibrave dhe proteinave, nuk ka një efekt të menjëhershëm energjik siç reklamohet në disa reklama sportive. Kjo pjesë tashmë përfshin një analizë të detajuar mbi origjinën, përbërjen, përfitimet dhe kufizimet e farave chia. Tani është koha të hyjmë më thellë në mënyrat praktike të përdorimit, kombinimet më të shëndetshme, gabimet që duhet të shmangen dhe receta që mund t'i përfshini lehtë në dietën tuaj të përditshme. Si të përdoren farat chia. 1. Aktivizimi i farave. Një nga gabimet më të zakonshme është konsumimi i farave të thata pa i hidratuar. Kur futen në lëng, farat chia krijojnë një gjel që është më i lehtë për t'u tretur dhe më i dobishëm për sistemin tretës.
Metoda e thjeshtë e aktivizimit. Marrim 2 lugë gjelle fara chia. I vendosim në 100-200 ml ujë ose lëng frutash. I lëm të qëndrojnë 15-30 minuta derisa të krijojnë një gjel të trash. Ky gjel mund të hahet si till ose të shtohet në smoothie, kos ose drithëra. 2. Përdorimi në pijet. Farat chia mund të shtohen lehtë në ujë, lëngje frutash, çaj ose smoothie. Për shembull, ujë me limon dhe chia. Përzieni 1 lugë gjelle chia me 1 gotë ujë dhe shtoni lëng limoni për një pi freskuese dhe të shëndetshme. Smoothie energjie. Shtoni 2 lugë gjelle chia të hidratuara në smoothie me banane, kos dhe mjaltë. 3. Në mëngjes me drithëra ose kos. Gjeli i farave chia mund të përzihet me kos, drithëra ose gjalp kikiriku për mëngjes të shëndetshëm. Kjo është mënyra më e lehtë për të rritur konsumimin e fibrave dhe proteinave pa pasur nevojë për shumë përpjekje. 4. Në gatime dhe ëmbëlsira. Chia mund të përdoret si zëvendësues i vezës. 1 lugë gjelle chia e hidratuar në 3 lugë ujë mund të zëvendësojë një vezë në receta ëmbëlsirash vegane. Pudings chia. Një desert i shëndetshëm dhe i thjeshtë për të përgatitur, ku gjeli i chia kombinohet me qumësht ose qumësht bajamesh dhe fruta. Kombinimet më të shëndetshme 1. Me fruta dhe perime. Shtimi i farave chia në fruta të freskëta ose smoothie me perime rrit përmbajtjen e fibrave dhe vitaminave, duke e bërë një pije ose snack plotësisht e ekuilibruar. 2. Me proteina të tjera. Për të maksimizuar përfitimet e proteinave, farat chia mund të kombinohen me kos grek, gjalp kikiriku, biskota të bëra nga miell bajamesh ose tërshërë. Kjo kombinim ndihmon në ndërtimin e muskujve dhe në stabilizimin e nivelit të energjisë gjatë ditës. 3. Me yndyrna të shëndetshme. Omega 3 nga chia funksionon më mirë kur kombinohet me yndyrna të tjera të shëndetshme si avokado, vaj ulliri ekstra të virgjër, arrat dhe bajamet. Këto kombinime e bëjnë përthithjen e lëndëve ushqyese më efektive. Gabimet që duhet të shmangen. Tepër konsumimi i farave të thata mund të shkaktoj fryrje, gazra dhe probleme në tretje. Hidratimi i tyre është thelbësor për të shmangur këto efekte anësore. Mbështetja vetëm tek chia për humbje peshe. Shumë njerëz besojnë se konsumimi i farave chia do të zgjidhë problemin e peshës. Në të vërtetë, ato ndihmojnë vetëm në kontekst të një diete të ekuilibruar dhe aktiviteti fizik të rregullt. Mbështetja tek efektet magjike për energji. Megjithse ndihmojnë në energji të qëndrueshme për shkak të fibrave dhe proteinave, farat chia nuk janë një burim i menjëhershëm energjie siç tregojnë disa reklama. Konsumimi pa lëng për fëmijët dhe personat e moshuar. Farat e thata mund të jenë të vështira për të golltitur dhe mund të shkaktojnë bllokim në fyt ose ezofag, veçanërisht tek fëmijët dhe të moshuarit. Gjithmonë duhet të hidratohet para konsumimit. Receta të shëndetshme me farat chia 1. Puding chia me qumësht bajamesh dhe fruta. Përbërësit. 3 lugë gjelle far chia, 200 ml qumësht bajamesh, 1 lugë çaj i mjalt ose xylitol. Fruta të freskëta, banane, boronica, frutat e sezonit. Udhëzimet. Përzieni farat chia me qumështin dhe lëreni të qëndrojnë 20-30 minuta derisa të formohet gjeli. Shtoni mjaltin për shije. Shërbejeni me fruta të freskëta sipër. 2. Smoothie energjie me chia dhe kos. Përbërësit. 1 banane, 1 lugë gjelle far chia të hidratuara, 150 ml kos, 1 lugë çaj i mjaltë, pak kanell për shije. Udhëzimet. Përzieni të gjitha përbërësit në blender derisa të krijohet një masë homogjene. Pini me një herë për energji të qëndrueshme gjatë ditës. 3 muffins vegane me chia. Përbërësit. 2 lugë gjelle chia, 6 lugë ujë, zëvendëson 2 vezë. 150 g miell tërshërë, 50 g sheqer kafe, 100 ml vaj ulliri, 1 lugë çaj i pluhur pjekjeje, 1 lugë çaj i vanilje. Udhëzimet. Përzieni farat chia me ujë dhe lëreni të krijojë gjel. Përzieni të gjitha përbërësit e tjerë dhe bashkoni me gjelin e chia. Pjekni në 180 për 20-25 minuta. Tani do të zbulojmë atë që zakonisht nuk thuhet fare. Mite që janë bërë virale, çfarë thot realisht shkenca? Kush duhet të bëj kujdes dhe pse farat chia nuk janë për të gjithë njësoj? Mitet më të mëdha për farat chia. Miti 1. Farat chia shkrin dhjamin. Kjo është një nga gënjeshtrat më të përhapura. Nuk ka asnjë ushqim që shkrin dhjamin vet. Farat chia
nuk djegin yndyrë, nuk përshpejtojnë metabolizmin në mënyrë magjike, nuk zëvendësojnë aktivitetin fizik. Ato ndihmojnë në ngopje, stabilizojnë sheqerin në gjak dhe indirekt mund të ndihmojnë në kontrollin e peshës, por vetëm brenda një stili jetese të shëndetshëm. Miti 2, sa më shumë chia, aq më mirë. Gabimi i rrezikshëm. Konsumimi i tepërt i farave chia mund të shkaktojë fryrje të fortë, kapsëllëk ose diare, dhimbje barku, probleme me përthithjen e mineraleve. Doza e rekomanduar: 1-2 lugë gjelle në ditë. Maksimumi 3 lugë, jo çdo ditë. Më shumë nuk do të thotë më shëndetshëm. Miti 3. Chia është burimi më i mirë i omega 3. Gjysmë e vërtet. Po, chia është e pasur me acid alfa-linolenik, por trupi e shndërron vetëm 5-10 INP dhe më pak se 5 INDH. Këto janë forma që realisht i duhen zemrës dhe trurit. Përfitimi maksimal nga omega 3 vjen nga peshku i yndyrshëm, vaji i peshkut, suplementet PDH. Chia është shtesë, jo zëvendësim. Çfarë thot realisht shkenca studimet mbi peshën trupore? Shumë studime tregojnë se chia nuk shkakton humbje peshe direkte, por ndihmon në kontrollin e oreksit. Persona që konsumojnë chia han më pak gjatë ditës, kanë nivele më stabile të glukozës, por nuk humbasin peshë pa ndryshuar dietën. Studimet mbi zemrën dhe kolesterolin. Rezultatet janë pozitive, por të moderuara. Ulje e lehtë e kolesterolit LDL, përmirësimi i presionit të gjakut, reduktimi i inflamacionit. Farat chia ndihmojnë, por nuk zëvendësojnë. Medikamentet, dietën e kontrolluar, këshillat mjekësore, studimet mbi diabetin. Për personat me diabet tip 2, chia mund të ndihmojnë në uljen e pikave të sheqerit pas ushqimit, fal fibrave të tretshme, por duhet kujdes me sasinë dhe kombinimin me ilaçet. Kush duhet të bëj kuptueshëm kujdes 1. Personat me probleme gastrointestinale. Nëse ke zorë të irritueshme, gastrit, refluks të fortë, kolit, chia mund t'i përkeqësoj simptomat nëse konsumohet pa u hidratuar ose në sasi të mëdha. 2. Personat që marrin ilaçe për presionin e gjakut. Chia ul presionin në mënyrë natyrale. Kombinimi me ilaçe mund të shkaktojë marramendje, lodhje, presion shumë të ulët. 3. Personat me alergji. Edhe pse rrallë ekzistojnë raste alergjish, korje, ëntje, probleme me frymarrjen. Nëse është hera e parë, provo sasi shumë të vogël. 4. Fëmijët dhe të moshuarit. Farat e thata mund të zgjerohen në fyt ose ezofag. Gjithmonë të hidratuara. Asnjëherë të thata. Si ti përdorësh së në mënyrë inteligjente. Gjithmonë të hidratuara. Në sasi të kontrolluara. Të kombinuara me proteina dhe yndyrna të mira. Jo si ilaç, por si ushqim ndihmës. Jo çdo ditë në sasi të mëdha. Jo me stomak shumë të ndjeshëm. Jo si zëvendësim i ushqimeve bazë. Përfundimi që askush nuk ta thot hapur. Farat chia janë të dobishme, ushqyes, praktike, por nuk janë magji, nuk shërojnë sëmundje, nuk dobësojnë vetë. Ato janë një mjet, jo zgjidhja. Nëse përdoren me mend, chia mund të bëhet aleat e shëndetit. Nëse përdoren verbërisht, mund të krijojnë më shumë probleme se sa përfitime.